Drejtori sportiv I Vllaznisë Vjosin Sinani ka komentuar përballjen e rallës të kuqebluve ndaj Egnatias. Në konferencën e pragndeshjes, Sinani theksoi se objektivi vetëm I kuqebluve mbetet fitoria dhe vijimi I rrugës drejt titullit kampion. Sipas tij, ekipi është I fokusuar maksimalisht për këtë ndeshje, e cila është vendimtare për fatet e këtij sezoni. Normal që është sfidë e vështirë. Egnatia është një ekip që meriton respekt. E njohim për lojën dhe për nivelin që ka. Një ekip me shumë emra cilësor, por ne jena për rezultatin pozitiv që të ndihmojnë me shku në rrugën tonë drejt titullit. Na shkojmë kudo, shkojmë për fitore. Lozim kundër një skuadër të mirë që është edhe për momentin ka lënë lojëna të bukura dhe është një skuadër në formë për momentin. Na shkojmë për fitore në çdo ekip. Kundër çdo ekipit. I bëj thirrje kush ketë mundësi të jetë stadium, djemt kanë nevojë për përkraje, djemt kanë nevojë për ngrohtësi, për përkraje në shkallë stadiumit. Edhe herë theksoj, janë të djemt që na kanë pru, jena në vend parë sot, mos ta harrojnë kërkush. Kapin shojë në renditje, jena në vend parë. Jena edhe 2 ndeshje larg kampionatit, larg fundit kampionatit. Dhe do të bëjmë shumë me mojt vendin e parë. Kena thonë, pak në mojt intervistat e mia, do të luftojmë deri në fund. Për titull kampion do të luftojmë deri në fund. Edhe jena të luftoj deri në fund për titull kampion, kemi nevojë për mbështetjen e gjithëve. Sinani u shpreh bindur për gjendjen brenda skuadrës, duke nënvizuar se tek Vllaznia nuk ka asnjë problem në grup. Drejtori sportiv foli edhe sa I përket merkatos së bllokuar, si dhe për punën që po bëhet për skuadrën e sezonit tjetër. Gjendja është shumë e mirë, me 0 probleme, Problemi vetëm I joni është ata 2 djemt e dëmtuar që kanë qenë lojtar kryesor dhe po thëmë problem që ata janë në sport. Problem tjetër 0. Merkatja do zhbllokohet kur të fillojmë me bë afrimet e lojtarëve, besoj shumë që do zhbllokohet dhe të ketë asnjë problem. Ka që I marrin kontrata, ka që janë me opsion me renovim dorë klubit kontratën, gjithë është menu dhe do të bëhet më e mira, por punohet dhe besoj që në fillim qershor do të ketë treja në këtë aspekt. Por vëmendja dhe energjitë maksimale janë te ndeshja me Egnatin. Them drejtën dhe jo se Alon Mazdor çdo gjë është punohet për ditë edhe për ekipin e ri, edhe për afrimet të reja, por them drejtën duana më përqendru tek kjo ndeshje që e kena shumë të rëndësishme. Vllaznia do të përballet me Egnatian të shtunën në Air Albania, duke nisur nga ora 19 në një sfidë mjaft të rëndësishme, ku çdo rezultat pritet të ketë ndikim direkt në objektivin final për shpalljen kampion.